Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si ta bëjmë ndryshimin e dimensioneve të një hapësire punuese. Në një video më herët kena mësu se si ta krijojmë një projekt. E kemi mundësinë duke klikuar File New apo duke përdorur shkërtesën CTRL-N. Klikojmë Create New. Hapo drejtoria në këtë rast zgjedhni kështu 800 me 800, njësin matëse pikselin, rezolucionin 7 dpi, ngjyrat RGB, do më thonë kjo është një projekt digital. Po klikoj Create, hapot kjo drejtore. Varësisht prej preferencave, disa e kanë të shfaqur këtë mënyrë, ndërsa disa e kanë këtë mënyrën e tabit. Do më thonë, edhe kështu dhe ashtu, nuk ka ndonjë problemi, më shumë ka të bëjë me preferencat. Për shembull, nëse keni këtë formën e tabit, nëse ngreni kështu, kjo do të thonë bëhet në këtë formë. Po përveç sajna na mundemi më shumë se një projekt me punu të njëjtën kohë. Për shembull, po klikoj File New prap, edhe po klikoj që në këtë rast për 800, 600 me 600, Create. Shikoni tani kena dy hapësire punuese. Nëse e keni opcionin e tabit, atëherë mundi me pas në këtë mënyrë. Por, çdo herë mundi të rivezni. Unë personalisht preferoj këtë metodën, për arsye se nëse i kam kështu, jo në formë tabit, por në këtë formën kështu, atëherë nëse shkoj te Photoshopi këtu poshtë, te ikona Photoshopit më shfaqet opcionet me zgjedh edhe projektet. Ndërsa nëse janë në formë tabit, nëse klikoj këtu te ikona e Photoshopit, ju për momentin nuk mund ta shihni ndoshta, por shikoni tash nuk shfaqen opcionet me zgjedh, ndërsa tani po, shikoni. Kjo ja mundson me kalu prej projektin në projekt shumë më lehtë, varësisht ç'është tash ka të bëjë me preferencat. Nëse edhe ju dëshironi ta përdorni këtë metodë, atëherë e kemi opcionin të Edit, Preferences, klikojmë General, apo CTRL-K e keni opcionin me kliku. Pastaj klikoni te Workspace, edhe e hekni tikin Open Document as Tabs. Nëse keni version tjetër të Photoshopit, ndërsa ka mundësi që nuk mundet me qenë në vendin e njëjtë, po kryesorja mund t'i kontrolloni këtu tabat rën, edhe e keni emërtimin e njëjtë Open Document as Tab, edhe e hekni tikin. Ndërsa ata që dëshirojnë me përdorur tab, duhet me pas të klikuar me këtë. Okej, sa për këtë. Sajna tani për mbylli njënën prej formave, prej hapësirat punës, tani kam vetëm këtë. Po tash ndodh për shembull ju e keni hap një projekt që keni punuar më herët dhe nuk e dini sa me sa i keni kriju dimensionet. Edhe njëra prej mënyrave është kështu. Nëse jeni këtë metodën që më do e përdorur unë, do të thonë jo me tab, klikoni mbi këtë hapësirën, ku do në këtë hapësirën me tastin e djathtë, edhe klikoni Image Size. Nëse klikoni Image Size, këtu na shfaqet karakteristikat ose performanca që i ka kjo hapësira punës. Këtë rast po na tregon që i pas ka 800 me 800 piksela, rezolucioni 72 dpi. Në fund në rregull. Ndërsa, nëse jeni të punun tab, nëse klikoni me tastin e djathtë, tu keni tjetër forma për me kliku, kështu që mënyra tjetër është me kliku Image edhe Image Size, apo e keni duke përdorur këtë shkurtesën, Alt CTRL-I. Nëse klikoni këtë, hapet kjo drejtarja. Kështu normal, nëse jeni edhe kështu të punu jashtë tabit, e keni mundësinë me njëjtin veprem, Image Size i shihni dimensionet. Po tash nëse dëshirojmë me rrit dimensionet, atëherë për marrë një shembull, për marrë këtu një katëror, edhe për klikoj, na i patëm dimensionet 800 me 800, ose që do me rishiku prap, me tastin e djathtë, Image Size, po i shoh me 800 me 800. Tani, për vendosi një katëror, edhe për vendosi me dimensionet 800 me 800. Kështu që kena thonë, mënyra për me vendos një formë, sipas dimensioneve, zgjedh me këtë rast katërorin, edhe vetëm klikoj këtu në hapësirë, më shfaqet dritarja për me zgjedh. Këtu e kam gjërësien për shënej 800, edhe lartësien 800, klikoj OK, edhe shikoni katërori u kriju me dimensionet që i zgjedha unë 800 me 800. Tash për lëvizi për vendosin këtë formën kështu. Tani është 800 me 800.
Po nëse shkoj e tasën e djathtë image size, apo prape përsëriti image size nga kjo opcioni këtu, tani, për bëj 900 me 900 piksela. Nëse klikoj OK, kjo forma rritet 100%. Bashkë me formën rriten edhe objektet, në këtë rast, si formë, si shape, ose si layer, u rrit njëjtën kohë, u bo 900. Nëse tash shkoj e bëj 800, prap kthehet po 800. Ok, prapë njerë image size. Ky dryni këtu na tregon që qatë dimenzion që zgjedhmi këtu, proporcionalisht e bën edhe lëvizjen këtu. Për shembull, shikoni, unë e përshënoj vetëm këtu lart 700, këtu automatikisht po bëhet 700. Po nëse e heki këta, nëse këtu muj me bu për shembull 300, edhe shikoni forma po ashtu. Po në këtë rast nuk përvërehet. Po tash për marr një shembull tjetër. Këtë për mbylli me synin këtu, por nuk për fshi, po vetëm për fshihi. Po shkoj me tasin e djathtë, custom shape tool, po klikoj, edhe me tasin e djathtë mbi hapësirën e barë, për zgjedhë një formë fare do. Që për shembull këtë. E klikoj me shift. Çdo herë format kur i morëm nga shape tool, i klikojmë me shift, i rrit në mënyrë proporcionale për ndrysh deformohen. E vendosi këto. Nëse shkoj tash te image size, edhe bëj 800 me 300, shikone njëjtën kohë deformohet edhe objektet ose layerat që janë mrena kësana. Kështu këtë rast nuk preferohet me bëk si ndryshime dimensione, po kthena si televizion më të mbrapa, shkoj image size, edhe e klikoj këtë lidhësën, edhe tash për shembull më bë 1000 me 1000. Okej. Opa, ku fa problemi? Po të të pas parasysh çka. Nëse mrena kësaj formës kemi fotografi, se në këtë rast kjo është layer, është shape, edhe në këtë rast është formati vektor. Formati vektor që na thonë është një format i cili mundet të rrit pa fond edhe nuk ju kualiteti. Ndërsa fotografia është e bazuar në piksela, edhe njihet me termin si raster. Nëse rritet më e madhe se sa dimensioni aktual që ka pas, atëherë shkon të hub kualiteti. Në këtë rast, nëse kemi një fotografi këtu, edhe prej 800 pikselave kena bo 900 piksela, është një rritje, po nuk ndikon edhe shumë kvalitet. Po nëse prej 800 pikselave bumi 1000 piksela, ose 3000 piksela, atëherë mumi me prej që kvaliteti shkon të udhëpsu. Kështu që kur ka fotografi keni parasysh, nuk bën mu rrit më madhe. Nëse është për me zvoglu, nuk ka problem. Për shembull, si këtë rast, image size e po me 500 me 500 piksela, edhe kjo rregullohet automatikisht. Kjo ke mënyra qysh mumi me ndryshu dimensionet e hapësirës. Po përveç sajna, e kemi edhe këtë veglën këtu. Për ndryshe njët me crop tool, apo e ka shkurtesën C. Nëse klikomi crop, shikoni për rriti pak, e vreni këtë kufizimi këtu, tash e ka mundësia me rrit hapësirën e punës të poshtë, për shkak këtë rast, e aprovoj, ok, shikone, tash nëse shkoj me image size, e vrej që kjo bo 500 me 1788. Po këtu janë rastet të rralla që na ndodh për arsye se e kam cek në videon e parë që kam thonë, është shumë e rëndësishme kur të fillojmë me bëni dizajn, me ditë çfarë projekti jo, sepse dimensionet duhet më konë sakta. Nuk mundena, për shembull, filloj bëni një projekt tani e këshyrme. Jo, gjithmonë fillohet me dimensionet sakta. Po, kjo mënyra si e bëna veprimin e fundit, që për përsëritje edhe një herë, pe klikoj këtë ikonën këtu crop tool, kjo mundet mos gjenu ose gjatas majtas apo poshtë lart. Edhe aprovoj. Kjo metodë zakonisht preferohet apo përdoret kur jemi duke zhvilluar web faqe. Për arsye se web faqet gjërësien mundet me pas fiksume, ndërsa lartësia nuk është e caktuar. Varësisht për projektit mund me bëu më gjatë. Për çfarë arsye webi ka scrolling këtu që shkomi te poshtë. Për këtë arsye e përdormi këtë metodë kur kemi zhvillimin e web faqe. Po kthehemi pa te një mësim tjetër lidhje me rritjen e hapësirës punuese. Me mbyllet ashtu lajerin të syni, për shfaqi katërurin që e pa ta më herët. Prapë është 800 me 800 piksela. Opcioni parë ke image size. Po tham, kur ta rritmi këto, rritet edhe gjitha elementet që janë mbrana hapësirës punuese. Po kemi edhe një opcion tjetër interesant. Nëse shkomi me tastin e djathtë,
canvas size, ose shkomi image, edhe klikomi canvas size, ALT që të lehtësosh shkurtesa. Se klikomi me këtë, tash për momentin në 500 me 500 piksela, për shkak në këtë rast. Më falni, vetë sigurona, është kjo është mirë. Canvas size 500 me 500 piksela. Dërsa nëse e klikoj tash e bëj 700 me 700, klikoj OK, shikoni kjo. Dallimi prej versionit paraprakisht që tregova është se kjo këtu drejt këtu ka qenë 500 me 500, ndërsa tani kjo e ka rrit vetëm hapësirën punuese, nuk e afekton ose nuk i afekton elemente tjera që janë brenda kësaj hapësirës. Kjo është dallimi dhe shumë është e rëndësishme. Kemi raste që kemi rrit formën, por nuk duhet më afektu këtu. Kështu që për kësi raste shkoj edhe një herë canvas size apo image canvas size, klikoj me këto mu me option 900 me 900, kështu që tani përbjen që prej këtujt kjo rritet në mënyrë proporcionale, por pa afektu bazën kryesore sa ka pas. Shpresoj të jetë e qartë edhe për ju. Faleminderit.